Beadim Ballazhi lindi në vitin 1951 në fshatin Stërbic. Arsimin fillor e kreu në vendlindje, ku mban ende me shumë mall kujtimin e mësuesit të tij të parë, Isem Bekteshi, njeriu që ja hapi rrugën drejt profesionit të shenjtë të mësimdhënësit. Me pasion për dije dhe formim, ai vazhdoi shkollimin në shkollën pedagogjike Zeflush Marku në Shkup, ndërsa më pas regjistrohet në Akademinë Pedagogjike Grupi Klasor, po ashtu në Shkup. Pas përfundimit të akademisë, nis rrugtimi i tij i shenjtë si mësues. Vendpunësimi i parë i mësues Beadinit ishte fshati Qaf. Çdo ditë ai udhëtonte në këmbë nga Stërbica deri në Qaf, pa munguar asnjë ditë, për të mësuar fëmijëve abetaren, dijen dhe vlerat, duke u bërë për ta jo vetëm mësues, por edhe udhërrëfyes. Pas kryerjes së shërbimit ushtarak, ai vazhdoi punën në shkollat fillore të Sarajit në Shkup, ku shërbeu deri në vitin 1988. Në këtë vit, ai vendos të kthehet në Kërçov dhe emërohet mësues në shkollën e fshatit Novosel, ku punoi deri në vitin 1991. Në vitin 1991, Beadim Ballazhi emërohet drejtori i shkollës fillore të fshatit Stërbic, një periudhë ku ai la gjurmë të pashlyeshme. Si drejtues, zgjeroi aktivitetet arsimore dhe kulturore, ndërsa dha kontribut të madh edhe në përmirësimin e infrastrukturës së shkollës. Një ndër veprat më të rëndësishme të tij ishte vendosja para shkollës e bustit të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, si simbol i krenarisë dhe identitetit kombëtar. Po ashtu, ai realizoi ndryshimin e emrit të shkollës nga Liria në Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Gjatë udhëheqjes së tij, shkolla u vizitua për herë të parë edhe nga ambasadori i Shqipërisë, një ngjarje që mbet në kujtesën e komunitetit. Sot mësues Beadim Ballazhi vjen në studion ton për të ndarë me ne rrugtimin e tij të gjatë, një jetë e tërë në shërbim të dijes, gjuhës dhe kombit. Mësues Beadim, me se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Unë e përmena prej Stërbicës se keni filluar domethënë me punë, por ja që në këtë emision unë dëshiroj që me musafirët të flasme që ju keni filluar mësimet në një kohë pak më të rëndë, në kushte shumë më të rënda se sa që zhvillohen sot, ka qenë problemi financiar, ekonomik të asaj kohe dhe prandaj një biografi të shkurtër çdo herë dëshiroj që ta lejmë për pjesën e asaj para se e keni filluar mësimet. A mund të na thoni kush është Beadim Ballazhi, kur ka lindur? Kam lindur në 7 janar 1951, edhe një muaj bëj 75 vjet. Shkollën fillore e kreva në Stërbic, shkollën e mesme normale në Zeflush Marku në Shkup, edhe mandej Akademinë Pedagogjike Grupin Klasor, pashtu në Shkup. Kushtet e shkollës, kur kemi qenë në shkollën në Stërbic, kanë qenë si gjithkund, andaj në atë kohë, me vështirësi, me probleme, me pa libra, edhe pa lapsa dhe pa fletore, ndonjëherë kemi qenë. Po kanë qenë kushtet asaj kohe që gjithë kemi përballu, edhe kemi vazhdu mandej. Mund pak të na apo të kthehemi në kohën, në fillimet e para si nxënësi i klasës së parë. Kush ishte mësuesi i parë në atë kohë? Mësuesi i klasës sime, në klasë parë ka mësuar zotë Isem Bekteshi, 4 vjet, prej në klasë parë deri në klasë 4, e mandej në klasët e larta kanë kaluar mësues të landëve të ndryshme. Mësues Beadim, a mani mend kohën sa nxënës kishte? Dhe si funksiononte shkolla? Në kohën tonë, kur kemi mësuar, ne kemi qenë nga 2 paralele të kombinume. Klasa e parë me klasën e 3 dhe klasa e 2 me klasën e 4. Shkollimi deri në klasën e 4, mandej nga një paralele kanë qenë.
thonë nga një paralele. Dhe shkollën e mesme ju më pastaj vazhduat në? Në shkup normale në Zefrëshmar. Si lindi ideja që të vazhdoni mësimet dhe cili ishte mbështetja e familjes, e prindrit, e prindërve që thënë këtë drejtim? Që si fëmijë edhe kur luajnim, unë jam mësuesi. Bëshë mësuesi, imitonjim mësuesit tonë, cilët ishin shembull për gjithne. Familja mesatarisht, jo gjitha që pasur, po merreshim me tokën bujqësore ma shumë. Prej asaj që nevojiteshin edhe mjetet tjera, baba shkoi në gurbet në Beograd, edhe ashtu që edhe në shkollën e mesme nuk kanë pasë vështirësi financiare, kemi kalu mesatarisht. Qëndroni në internat, apo? Po, kemi qëndru në internat, kishte internat atje, edhe në një vjetë edhe privat, më paguajmë banesat ndryshme. Në cilin vit, a mbani mend keni qenë shkollë për esme? Në 1966 jam regjistruar normale, deri në 1970, vitin 1970 kam kryer normalen. Masi kriva normalen, u punësova si mësues në fshatin Qaf, e punova atje derisa shkova ushtar, 7-8 muaj. Rruga ishte çdo ditë u thonja, Serbi-Qaf, Qaf-Serbi, do me thonë po një gjithat rrugë, ka 4 orë në ditët, 2 orë ndej, 2 orë këndej, 4 orë rrugë për shpanjë. Kom. Cili ishte vullneti? Mësus Badin, me që mësus i ri, sfida, sakrifica në Qaf? Vullnet kishte edhe, nuk e ndjeni, vështirësinë se shkojtë në Qaf. Jo të verës, kam shku dimnit, kam shku me borë, me shi, me gjitha kushtet atmosferike që kanë qenë, se kohën e dimnit kam qenë mësus atje. Do e thonë, jo nuk linit orë që të mbesi, do e thonë, ka borë, shi, ju... Pa tjetër të shësh punë. Dhe 7 muaj ditë ishin... Pa tje punohë, më ndë shkohë ushtarë. Është pak me interes me që është shatë malur sot Qafa nuk ka banuar dhe një kohë shumë ma mati edhe nuk ka edhe shkolla nuk funksionan, më të thonë, bi 20 e më tepër vitet, më të thonë, sa nxanës kishte? 12 nxanës kam pasat, krasë kombinume nga para dhe në 4. Më të thonë, ishte i banu. A kjo ka qenë nga vitet e 70-a? Kjo i vitin e 70, 1970. E të një që 70, fshati Qaf ishte i banu. Pa, i banu shumë ishte. Dhe më pastaj ju shkuat në... Pastaj vazhdua shkollimin, edhe ushtar shkolla, mëndej vazhdua shkollimin dhe u punësova në Shkup, fillimisht në fshatin Batinc, 4 muaj kam punu. Mëndej prej fshatit Batinc, shkova në Krushopek të Njerezit. Në Krushopek u pranova si mësues i matematikës dhe kujdestar klasën e 8 isha, 1 vjet punova. Mandej u hap paralele në klasët e ulta me pendim punët përhershëm dhe kalova në klasën e ulta, mora klasën dhe vazhdova disa vjet, 6 vjet atje. Mandej 1 vjet në Neres në altë kam punu në Pantelimon, edhe pjesën tjetër deri prej 1975 kjo është, deri 1988, pjesën tjetër e kam punu në Taftaligje, në shkollën Vllazim. Shkolla Vllazim Bashkim ishte edhe për këto shkolla, që isha se njëta qendër ishte, po punova në qendër në shkollën fillare Vllazimin. Si ishte organizuar arsimi në atë kohë? Ju pritin juve si një arsimtar i cili shkonje nga Kërçova në Shkup? Po, si kërçovar, nuk kishim problem se në fshat ishim punu edhe për para tjerë, kërçovar, edhe nga vendet tjera, po fshatarët në pritin shumë mirë. Në kanë prit tamam si njerës, në kanë prit me një përkushtim si të huaj, ma shumë në nderonjin, si të huaj, se në fshat kishte të vendit, ishin gjithë huaj. Edhe prindët dhe fshatarët në nderonjin shumë, bukën e jepshin kur kishim nevojë dhe bukën e binin të shkolla.
Mësus Badin, këta janë fshatra të mëdhej me banuar, nuk kanë qenë fshatra me... Kryshopeku ishte një fshat i ndamë, një pjesë ishte në altë, në rrëz Vullnës, kurse tjetra pjesë ishte poshtë në Push. Fshati shumë i madh, por i ndamë ishte në 3 pjesë. Edhe ndamë na vinin prej poshtë, se nuk kishin 8 vjeçare, vinin në altë, mësonjin, banonin poshtë disa. Dhe ju punu deri në vitin 1988? 1988, prej 1988, në 20 shtator, u largova prej atje, erdha në fshatin Novosel, u punësova, dhe atje punova 3 vjetë. Novosel, me klasë kombinume. Tje ishte, mandej rrethanat ishin të tilla që duheshte të pranoj që të bëjmë drejtori i shkollës në Serbi. Para se të kalojmë ke drejtori, unë nuk duhet që ta kalojmë ardhen e juaj nga Shkupi. Ju, dhe thënë, nga kryeqendra vini në një fshat maluar, që thonë mësues. Çfarë është të Beadim Ballazhi në atë kohë që të lojë kryeqendrën për një kërçova tash, të lojë Shkupin për Novosellin? Lirisht se problemi se unë Shkup isha mire tje, shkolla kushtet i kishte si shkollë qyteti, sot me nxemje qendrore me krejt, kur erdha Novosell erdha një fshat malor, një fshat edhe Serbica ishte ashtu njësoj shkolla, po kushtet e mia që isha atje ishin të vështira. Të vështira them në atë aspektin se nuk kisha banesën atje, duhet të shkoj banesë në shtëpi të banoj me qira, edhe kur e parë se nuk ja vlente, edhe pse unë konkurova për një banesë atje, për fat ashtu ishte situata që nuk mundeshe ta marrë se kushtet i kisha, po nuk mundeshe për shkak politikës, nuk mundet ta marrë banesën, edhe isha i detyruar që një ditë për ditëve të dalë, se nuk pash perspektivë se mund gjendoj banesë atje, ta blej, se ma të kohë nuk bleshin banesat, po mëshin prej organizatës. Në Novosell kur erdha, ditët e para, nuk më shkojnë në mend se kam lënë qendrën, kryeqendrën Shkupin, e kam marrë një fshat në Novosell. Nuk më shkoj as pak në mend, dhe nuk i rash pishmanit as pak pse ka marrë. Konsa punoj në Novosell 88-91, ishin aktivitetet e politike të shkollave, unë formu lidhje arsimtarëve shqiptarë. Në atë kohë, veprimtaria e arsimtarëve ishte shumë e ngjeshur. Unë u aktivizova dhe isha delegat nga Kërçova në Tetov, në qendrën ku e formu. Kryetari kishim Recep Osmanin prej Prishtinë, profesor. Se i lidhja arsimtarëve shqiptarë ishte të gjithë edhe në kohën e Jugosllavistën. Derisa u formu Maqedonia si shtet, bashkëpunonjë me Kosovës, mandej kur u formu Maqedonia si shtet, u ndam me Kosovën dhe formu lidhjen arsimtarëve shqiptarë këtu te ne. Ne mësuesët shkruajmë në 2 gjuhë, shkruajmë ditarin. Orët i mbajmë, i regjistrojmë në ditar në 2 gjuhë, maqedonisht edhe shqip. Dhe kjo me një urdhën e ardhë në vitet mbas 1941 demonstratat që ishin në Kosovë, me urdhën të komitetit atëherë kush ishin, në çunë që orët i mbajmë të i regjistrojmë në 2 gjuhë. Me lidhjen e arsimtarëve shqiptarë kur formimin e kësaj, një vendime të ndryshme, vendosëm që orët të i regjistrojmë vetëm gjuhën shqipe. Mbajtëm një takim me gjithë mësuesit të Kërçovë që ishin, te restorant Qeti, edhe aty prum vendim që orët prej ditës së hënë, në orën e parë, ora e kujdesarisë të regjistrohet vetëm në gjuhën shqipe.
Ashtu që vepruan gjithë shkollat për një ditë, gjithë shkollat e Kërçovës. Brenda një dite, duhet edhe ato tjera, duhet edhe ato për të njëjtën ditë kanë qenë Tetova, Lusivari, se ishim bashkë në lidhje arsimtarëve në Tetovë, kur mbajmë qendra mbledhje, ishim delegat, ishe prej Struge, prej Lusivari, prej Dibre, prej Gjipe. Edhe fillon të shkruajmë shqip, edhe unë herën e parë që fillova të shkruaj shqip mas një kohë, fillova në Osell, ditari në Osellit, në orën e parë e hanë, kam fillu të shkruaj shqip edhe mandej shkruajmë shqip edhe në Serbisë. Mësose gjithë për një herë, edhe gjithandej fillon të shkruajmë shqip edhe filloi ajo rëmuja problematikat me palën, me organet e arsimit. Drejtorët neve na i fshinjin ato në gjuhën shqipe, me ngjyrë të kuqe në ditar. Ashtu që ma tepër irritoheshim se drejtorët i kishim tonit. Si mund drejtori ta shkruaj, ta fshi orën me ngjyrë të kuqe, të vej vretje se kemi shkruajtur shqip. Edhe mbajmë mbledhje shumë, mankoheshim edhe te shkolla. Edhe ato drejtorës kishin çfarë të bëjnë, duhet ta mbrojnë atë aspektin ligjor që drejtori duhet ta mbajë ligjin, ta respektojë ligjin. Po kot ishte. Edhe ashtu që deri në një kohë drejtori ishte i detyruar që të japi dorëheqje. Drejtori dha dorëheqje, po kush do jetë drejtor? Fillon mandej procedurat me propozimin të kryetarit të tubimit punëtorëve të shkollës Serbicës. Ai më propozoi për drejtor mu. Edhe ajo ishte jo me konkurs, jo me asi. Ka dhënë sot drejtori dorëheqje, ti do mesësh prej nesër drejtor. Kishte dy propozime, po s'pranonte asnjë. I luta krejt, nuk pranonte njëri tjetër. Ishte ka rrezikshme se nuk pranonte njëri atë lehtë drejtor bëhet. Në vitin? Në cilin vit ishte? 91. Vitin 1991. Edhe isha i detyruar që të pranoj, masi isha edhe aktivist, këndej i bijnë vendimet i shpallin unë se kemi pru vendim që të bëhet kështu. E tash që se vjen puna se hajde ti drejtore jo unë, atëherë kush do bëhet? Masi ti ke vepru kështu, ti ke thonë kështu, ti ke po kështu, atëherë do të pranosh. Isha i detyruar me pranova 4 vjet. Kam qenë drejtor pa pëlqimin e qeverisë. Se atëherë duhet qeveria të japi pëlqim, kryeministri të nënshkruaj 4 vjet pa pëlqim. Rrogën e minja si drejtor, në shkrimin e deponova në bankë si drejtor, rrogën t'ju jep që mësuesve si drejtor, ama prej qeverisë i papranueshëm. Mandej kontrollat vinë inspektorët erdhën në shkollë, këndej andej, derisa mbas 4 vjetëve, u hap konkursi, konkurova, u pranova, vetëm 4 vjetë nuk qenë, 8 vjetë drejtora, 4 vjetë me pëlqim. Brenda afatit, sa kam qenë drejtor, 4 vjetë e para, kolektivi pru vendim se inspektorin e arsimit nuk do ta pranojmë në shkollë, për arsye se inspektori i arsimit i asaj kohe ka marrë gjitha fotografitë e shkrimtarëve shqiptar, i ka tërheq prej klasës. Se janë gjëja se nacionalista. I ka marrë, mirë po ai pa të drejtë. Me urdhna me asi, nuk ka pas drejtë mori, i ka marrë ato edhe mandej kolektivi pru vendim që ai inspektor në shkollë mos na vijë. Edhe kur ka qenë ma herët, në brenda në mësim kur ka thonë se një parola mësim, vetëm mësim, s'është parolë dritë, ajo është për dritë veç. Mësim, vetëm mësim, parolë nacionaliste, edhe atë parolë nxënësit mësuesët nuk kanë guxuar ta mbajnë në klasë, mësim, vetëm mësim. Edhe masi pru vendim që mos pranohet, unë ja komunikova me vendimin se ti në Serbicë nuk ke qasje, nuk mund të vish. Me qenë se ai nuk mund të vinte në Serbicë, hyni inspektorati
lëvizje. Na thirrin mbledhje, pse s'mundet, ku s'mundet, këndej andej, po sidoqoftë përfundoi se atë e largun. Ministria e Arsimit, inspektorati e largoi prej inspektori. Pandej, për një inspektor tjetër, po ishte qëllimi ne për personin, nuk ishte për qëllimi kush dhe jetë inspektor. Personi, ai person u largu prej atë. Për arsye edhe të tejkalimit me sugri dhe të kompetencave të tij në atë kohë. Po, ka pagu kompetencat. Se kemi pas edhe musafirë tjerë që ka bisedu në të njëjtën temë që në për shkollat kanë marrë fotografi dhe si dinin ku janë fotografi të shkrimtarëve apo të njëjtët si shkrimtarë shkrimtarë kanë qenë. Dhe si funksiononte lidhja e arsimtarëve shqiptarë në atë kohë? Ishim shumë të organizuar. Për çdo problem që kishim, ne mblidheshim edhe njerë kemi pas një mbledhje, një takim në Shkup, kërkonjim historia tjetë kombëtare, muzika se gjithë ishin të përkthyme. Historia, muzika kemi qenë gjithë në mbledhje. Në mbledhjen tonë, kur i kemi kërku këto ndryshime të programës, ka marrë pjesë edhe zaves ministri i Arsimit, Hasan Jashari, i cili bashkërisht me ne, çfarë vendimi binim, bashkë binim, edhe ai ka dhënë shumë kontribut në atë kohë sa ka qenë zaves ministri i Arsimit, se ne çaq kishim, si zaves ministrat kishim. Ashtu që gjithë kërkesat tona që i artikulonim, gjitha janë të dorëzuar në Ministrinë e Arsimit. Në fillim unë mos i mora detyrën si drejtor, kishim arsimtar të palës Maqedonase që jep një mësim. Çfarë duhet të punsonin, të lindojnë të punsonin, me njerë çojnë një shkollë shqipe, shkon jep mësim atje. Arsimtarin fiskulturës e kemi pas në Maqedon, se të gjuhës Maqedone edhe ashtu, po klasët e ulta, që jepshin Maqedonishten, ne arsimtarët të grupit klasor ishin kuadër të cilit kishin drejt të japin Maqedonisht. Këtë kam pas një polemik me ministrin e Arsimit atëherë. Kur i largun prej punë Maqedonasit, shkum ministrin e Arsimit, edhe ministrin e Arsimit i them atij ministri Dimitar Bajalxhiev ishte ministër, pse i keni largu? Unë mora shembull vetveten time. Se shumë ndrisa kam thënë Maqedonishten edhe metodikën e Maqedonishtes nuk kam pas drejt të jap Maqedonisht, të jap edhe shqip në klasë e ulta. Për të dhënë gjuhë shqipe për të ligjëruar në klasët e ulta, në klasën e parë, 2, 3 ato e vunë, se përpara ishte mas prej klasë 3. Dhe shumë pa e dhënë Maqedonishtën dhe metodikën e Maqedonishtes nuk kam mund të marrë diplomën. E tash ka delë se unë nuk kam të drejtë jap Maqedonisht. Do me thonë se një ministër që mohon universitetin e vetë, programën e universitetit, çfarë ministri? Thash jeti ai që e mohon. Nëse u krya ja punë, marrum me atë, kryesore ishte se punonin me urdhna. Ato urdhnat dikush duhet të zbatojnë, se përdorin me urdhën, përdorin edhe forcën ato. Sa vetë kanë largu prej punën, kanë diferencuar në për shkollat, jo për mbiemrin, jo për këto, jo për ato, kemi pas probleme shumë. Edhe aktivitetet tona, bashkëveprimet, mësuesët bashk, nuk ishte mësues që nuk dëgjonin. Për shkak të arsimtarëve që u larguan prej pune, se nuk u largova veç unë, i larguan edhe shkolla tjera. 6 muaj kemi vetë parrok. 6 muaj gjithë mësuesët kanë vetë parrok. Maqedonasit merr një rrok në qytet, shkollat e qytetit. Ne shqiptarët 6 muaj parrok. Derisa u rregulluan ato punët, dhe u erdhën në vend e vet. Dhe ju filluat punën si drejtor, normalisht keni pas edhe aktivitetet e juaja si drejtor në sistemin
demokratik, do të kështë thonë, një drejtori I parë, sa me që 91-shin, filloi sistemi shumë partijak. Ra sistemi Po, sistemi shumë partijak. Si filloi organizimi ju? Cilat ishin ideat e juja? Çfarë bëhet si drejtor me vullnetin që kishit, sistemi që u pengonte, edhe para që ishte sistem demokratik, funksionimin e kishin, apo mendësia ishte komuniste përsëri? Po, unë si drejtor, aty vepronjën në bazë të vendimeve të lidhjes arsimtarëve shqiptarë. Ne njëre e prumë gjuha maqedonese, mos mësojt nga klasa e parë, për të mësojt nga klasa e tretë, si ka qenë për para. Mos mësojt me 3 orë, për të mësojt me 2 orë. Kjo është një jo imja e përbashkët, po në atë kohë, kur ishim edhe drejtorët që ishim bashkëpunonjëm shumë, se drejtorë të ri erdhëm, edhe kjo u realizu. Mandej gradualisht në shkollë, secili në shkollën e vetë, unë në shkollën time marra iniciativë për edhe dëftesat fillun të japim në gjuhën shqipe veç, krejt administratën, dokumentacionin fillun shqipne, po unë mandej marra iniciativë për të ndrrumë emnin e shkollës, se shkolla ishte Liria, marra iniciativë, edhe ndrrumë emnin për referendum shkollë. Referendumin me vendim të referendumit qova në Ministrinë e Arsimit. Zyrtarisht kërkova ndrrimin e emnit. Në Ministrinë e Arsimit tash kishim edhe zaves ministrin Hasan Jashari, I cili ndikë më shumë. Atje u formu një komision. Në atë komision ishte kryetari komisionit Abedin Murati prej Tetove. Ishte drejtori I jentit pedagogjik në Tetove faj. Edhe në tap me dosjen, si komision, ka dosjen, shef dosjen, kërkesa e parë për të ndrruar emrin e shkollës ka qenë kërkesa e shkollës sonë. Edhe ai më njëherë kur shef kërkesën thotë vetëm kërkesa është më njëherë e plen edhe merret leja në Ministrinë e Arsimit Regionale këtu. Çka është interesant? E mora kërkesën, e mora vendimin, edhe në vendim më ka shkruajt Gjergj Kastrioti Skenderbek. Me atë vendim shkova në Ministrinë e Arsimit, thash Gjergj Kastrioti Skenderbeu. Gjuhën shqipe është Gjergj Kastrioti Skenderbeu. Edhe më dhanë ato, e bon Skenderbeu. Prej aty shkova bona vullet. Masi bona vullet, fillon lëvizjet e tyve, edhe më thonë të ndrojsh në gjuhën maqedonishte të bëhet Skenderbek. Se vulla shkruhet 2 gjuhë, shqipe maqedonisht. Nuk e pranova atë, tash emni është emën, ai shkruhet edhe shqipe edhe maqedonisht krejt njësoj. Në një vullë 2 lloje nuk mund të shkruhet, edhe atë se pranova. Drejtoresh, ajo ministresha prej Shkupi, direkt më ka qu shkres që në gjuhën maqedonishte të ndrojsh emrin Gjergj Kastrioti Skenderbek të shkruash. E mora atë letrën e asaj, e futa në fjok, alash në fjok, a vula nuk ndryshon. Edhe me ati Gjergj Kastrioti. Vula edhe sot e kësaj dita ashtu është. A cilat ishin problemet, kishit shumë probleme me sistemin më pastaj? Po, me sistemin s'kishte probleme, se ne I morëm me të punët ndurë tonat. Këtë ndurë tonat. Ma dhe sa erdhë punat të shkojnë deputetët tonë, të binë vendime e ligjit të ndryshojnë, dhe sa shkun këtë tonit se Inspektoria Arsimit për Shkupi, mërtë në shkollë, edhe bile pa në salën e arsimtarve, fotografia e Baramcurit. Në salën tjere të ishim Hasan Prishtina, ta kush janë këto, i tregova, është Baramcuri, Hasan Prishtina. Ja, pa tha duhet shkolla të ketë fotografit e patronit. është patronit do ketë. Patronit do ketë. Pre aty mora iniciativën, andej dhe ndrova emnin. Do të thonë, para se
ta thot këtë fjalën e patronit, nuk ishte Gjergj Kastrioti, Liria ishte. Nuk ishte Gjergj Kastrioti. Do thënë iniciimi juaj. Unë ajo, them shumë herë se ajo më ka ndikuar që unë më shpejt ta ndroj emrin. Se pasi do patronin e ndrum emrin, edhe mëndej e bëm edhe bustën. Edhe bëhet busti. Probleme busti me që... Busta probleme kishte, ishte takova këtu, punë të bustën, e thira ta bëj bustën të shkolla, punoj në shkollën e vjetën Podrum, në shkollën e re Podrum, edhe dikush prej patriotëve ka shku ka tregu, vjen policia, edhe drejt të ajtu punu aty, Kristash Kapidani, i shef policina edhe zhdërvile, kik. Kur kërkon policia ku është, ato i tregojnë ato që kanë qu. Ka shku. Unë isha mbledhje në shkollë me fshatarët, më thirën policia, dola për jashtë. Jo duhet ketë lejë, duhet përnë, ashtu edhe morën të basia lokale, të shqojnë në polici të nesërmen të marrën leje. E kërë qunë ato të nesërmen, e deportun në kufi, edhe ajë nuk u këthe më. Ertë një tjetër e bëni, falë Ramazan Selimit, që punoj të dyqani ati mobilje që shetë, e punoj psherazi ky që erthi Vladimir Carida, e punoj ati psherazi, e mora psherazi, e pruna psherazi në shpi, në shkollë. Mbajta bulu disa një kohë derisa të rregullohet vendi, më 6 qershor 95-ën u mbajt patronati, e vonon pak patronatin, mbajt patronati, u zbulu busta edhe. Pys Beadin, unë do kështë dashur që ne të shikojmë një pjesë të fjalimit të juaj me rastin e 50 vjetorit të shkollës fillore Gjergj Kastrioti në Serbisë që ne kemi në arkivin e televizionit Tuskana dhe më pastaj të vazhdojmë bisedën. Arsimimit të brezrave të rinj në vende të ndryshme të Kosovës dhe Maqedonisë. Përveç edukimit dhe arsimimit të brezit të rinj, kjo shkollë luftoi me sukses për zhdukjen e analfabetizmit që ishte plagë e rëndë e asaj kohe, me organizimin e kurseve anti-analfabetike për këto troje dhe më gjërë në bangat e kësaj shkolle mësuan gërmat e para një numër i madh i qytetarëve që është kontribut i veçantë i kësaj vatre arsimore. Edukimi, arsimimi dhe emancipimi i femrës shqiptare i kësaj treve ka qenë synim i përhershëm i shkollës sonë, përkundër të gjithave vështirësive, objektive dhe subjektive të kohës. Zonja Emine Ballazhi, arsimtarja e parë në këtë vatër arsimore në këtë fshat, që udhërrëfyese për emancipimin e femrës shqiptare, gjë që rezultoi që në vitin shkollor 1961-62 nga kjo shkollë të regjistrohet normalistja e parë në Shkup, zonja Hajrie Zenku, e cila pas mbarimit të shkollimit kthehet si arsimtare po në këtë shkollë. Pas pyerjes së barierave tradicionale, emancipimi i femrës mori hovë të fuqishëm për kundër vështirësive objektive për shkollim të mëtuqjeshëm. Dhe sot mund të krenohemi se nga kjo shkollë kemi mbi 50 vajza që kanë kryer shkollimin e mesëm dhe të lartë. Zonja dhe zotrinj, plagë e veçantë e këtyre trojeve është migrimi masiv i popullatës shqiptare, që në mënyrë direkte ndikoi në zvogëlimin e numrit të madh të nxënësve. Viteve të fundit kjo dukuri tragjike nga bankat e kësaj shkolle largoi shumë nxënës. Të shpresojmë se ky jubile do të ndikojë në ndërprerjen e privimit të nxënësve nga mësimi i abetares dhe fjalës së bukur shqipe. Në këto vitet e tranzicionit, arsimi shqip ndihen mungesën e ndihmës profesionale nga ana e entit pedagogjik. Konsiderojmë se kjo ndihmë do të ndikonte dhe kontribonte në ngritjen, përmirësimin dhe zhvillimin e nivelit më të lartë të procesit edukativ arsimor.
ndjej obligim dhe kënaqësi që në këtë jubilej madhështor të 50 vjetorit të kësaj shkolle të falenderoj mirëkuptimin e organeve të arsimit që mundësuan rikëthimin e emërimit të kësaj shkolle, e cila nga shtatori i vitet të kaluar, kjo shkollë mban emrin e herojit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Po, shikues të respektuar, ky ishte fjalimi i drejtorit mësuesit Beadin Ballazhi, i mbajtur me rastin e 50 vjetorit të shkollës fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu të fshatit Sërbis, që televizioni Uskana për fat të mirë disponon me një numër të madh të materialeve të arkivit që ju mund të shikoni se si përpara 30 vitesh është festuar festa e ditës së shkollës në fshatin Sërbic. Beti që është. Po ajo që mbeti, unë zbulu busa ditë, policia ka nditë të anësh në kur shkum të manifestojmë në qytet, akademi në mbajmë për shkollën, ka shku policia, e ka fotografu busën, e ka mbatë atë shqiponjën që ka të mbëroja, edhe drejtën polici, shkojnë në tjetë, më japin gjyq, shkojnë gjyq, më dënojnë gjykacja, dënimi ishte që hek shqiponjën, edhe 2 rrogat mija. E ankimova atë vendim të gjykatjes në gjyqin e apelit në Manasir. 20 e sa vjetë kanë shku, edhe sot i kësaj vite s'kam vendim. 30 vite. Beti. 95-ën. Mësues Beadin, a mund të flasim pak, ju folët më herët rreth regjistrimit të orëve në gjuhën shqipe. Po pastaj a kthyn regjistrimin e orëve në gjuhën maqedonase? Beti, edhe sot e kësaj ditë është. E sa vazhdon atje. Edhe sot e kësaj ditë, pa e u prunë edhe ligjin, mande e prunë. Të deputetët tonë, kështu legislatura e parë, po prunë ligjin, e ndryshon ligjin edhe bon evidencën pedagogjike të mbajt në gjuhën në cilën zhvillohet mësimi. Për aktivitetet në shkollë, patronatin, unë ma e merë me që unë këmë qenë nxanës në shkollës fillore të asaj kohë, kur ju edhe ishit drejtorët, deri në vitin 97, kishtë organizimet të kuizeve, aktivitetet ndryshme. Mund të flitni pak? Patronatin e parë, si drejtor që mbajta, e organizova me quiz të nxanësve, edhe i thira shkollat të vjeçarit të gjitha, edhe Xajazit, edhe Baqishtit, mater Vuhap edhe Baqishtit, edhe këtë tjerat erdhen morën pjesë, simbolikisht morën pjesë si quiz, ama thash të bëjmë si tradit, beti që ashtu, vet 1 vjet, 2 vjet, edhe beti nuk përkrahen edhe shkollat tjera, ama se përkrahen beti ashtu. Patronatin e parë që kam mbajt me quiz. Parin, 92-shin. Ju keni qenë iniciatorët e asaj se mbajmë edhe shkollat tjera filluan, po... Mandej gara që mbajmë me shkollat, ne ishte tjetër. Jo, me quiz... Me quiz e patat... Po, ju keni qenë, po prandaj e thash se kemi në arkivën e televizionit Uskana edhe një emision, si thamë, të kuizit që ka mbajt edhe shkolla e Zajazit asoj kohë, vitet 95-94 mund t'jetë. Pa ato filluan mande shkollat në Benz vetë, vëne në shkollës. Ama unë kërë puna e puna me gjithë shkollat. A ju kishit garë midis shkollat? Me shkollat. Ka qenë një garë të... Ekipe në tasish, me shkollat. Dhe mësues Beadin, të flasim pak rreth, thash, ju drejtor në vitet e 90-ta, takimet me arsimtarët e shqiptar nga Shqipëria shumë të pakta për arsye të sistemit, apo të që thonë hiq, cili që iniciativa e juaj për të sjell arsimtar nga Shqipëria, apo mos i përmend se mund t'i përmend ju se unë disa edhe i mbaj mend, e s'thash si nxanës në asaj kohë kur përmendesh për një mësues mos se ka erdhur në Sërbic.
Iniciativa për vllaëzimin me shkollë të Shqipërisë, Shkodrës, ishte nga